Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vaj ulliri dhe lëng limoni, receta që po i çmon të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. Kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim i famshëm për të stimuluar dobësimin. Gjithashtu, vaji i ullirit së bashku me limonin mbeten një nga sekretet më të mira për shëndetin, të cilat gjithashtu munden që të trajtojnë një sër sëmundjesh dhe probleme shëndetësore. Mirëpo, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se vaji i ullirit së bashku me limonin janë dy përbërës natyral të cilët e ndihmojnë trupin tuaj që të nxjerrë jashtë të gjitha toksinat, në qoftë se ju do të konsumoni të paktën një gotë në ditë. Përveç përfitimeve të brendshme që sjell kjo pije, ju mund ta përdorni edhe për trajtime të jashtme. Ndërkohë, sipas ekspertëve, limoni dhe vaji i ullirit janë një mënyrë shumë efikase edhe e trajtimit të problemeve me lëkurën. Ne këtu do t'ju tregojmë një mënyrë të trajtimit të lëkurës me anë të këtij kombinimi perfekt. Vaji i ullirit është i mbushur me antioksidant si vitamina A dhe E. Ndihmon gjithashtu edhe në pastrimin dhe në rikuperimin e fytyrës së dëmtuar nga aknet, dielli, tymi i cigareve apo faktorë të tjerë të jashtëm. Vaji i ullirit gjithashtu funksionon si një zbutës natyral duke i lënë poret tuaja të pastra dhe mban larg krijimin e akneve. Është i këshillueshëm për fytyra delikate pasi do t'i jap fytyrës tuaj një ndjesi pastërtie dhe butësie të mrekullueshme. Lëngu i limonit gjithashtu është një ilaç natyral i cili ndihmon në mbylljen e shenjave që shkaktojnë aknet. Ngjyra e lëkurës tuaj do të jetë më e bardhë, më e ndriçuar për shkak se limoni do t'ju sigurojë një pastrim më të thellë të saj. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja: kombinojeni të dy përbërësit në një enë të vogël dhe më pas trazojeni mirë. Aplikojeni në fytyrë këtë pastë dhe në qafë duke shmangur kështu zonën e syve. Lëreni të veprojë për rreth 25 minuta. Gjatë kësaj kohe ju duhet të siguroheni që të vendosni një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave nga maska. Më pas, lajini fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe thajini me kujdes me një peshqir të butë. Më pas, aplikoni kremin tuaj të përditshëm hidratues. Ndërkohë, sipas ekspertëve, vaji i ullirit së bashku me limonin krijojnë një përzierje tërësisht të fuqishme e cila do t'ju ndihmojë të pastroni trupin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Do të ndiheni të freskët dhe plot energji. Shumë njerëz në mbar botën e përdorin këtë përzierje që nga kohërat e lashta. Ata e kanë përdorur për të trajtuar dhe parandaluar shumë probleme të ndryshme shëndetësore. Vaji i ullirit u quajt ari i lëngshëm në kohërat e lashta, ku vlerësohej shumë për dobitë e tij. Shumë ekspertë pohojnë se vaji i ullirit duhet që të jetë një element thelbësor në dietën tonë të përditshme. Dhe kur është fjala për limonin, ky frut super i shëndetshëm është i pasur me shumë lëndë ushqyese të shëndetshme, vitamina dhe me antioksidant dhe mund të ofrojë një sër përfitime shëndetësore. Ju mund ta përdorni këtë kombinim të fuqishëm për të trajtuar dhe parandaluar shumë probleme shëndetësore si kapsloku. Sipas ekspertëve, nëse kombinoni vajin e ullirit me limon, ju do të arrini një lubrifikant për mukozën e tretjes dhe nga ana tjetër do të aktivizoni funksionin e mëlçisë dhe fshikëzës së tëmthit. Ky ilaç i thjesht, por jashtëzakonisht efektiv, na mbron nga brenda duke vepruar si një antioksidant i fuqishëm, i cili mund të heqë qafe toksinat, të pastrojë dhe të kujdeset për trupin.
E gjitha kjo aktivizon tretjen dhe ndihmon në eliminimin e gjithçkaje që ne nuk kemi nevojë. Problemet kardiovaskulare. Vaji i ullirit është i ngarkuar edhe me acide yndyrore, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për trupin ton për të riaktivizuar qarkullimin dhe për të hequr qafe kolesterolin e tepërt të keq. Ky kombinim gjithashtu ka veti të fuqishme shëruese, që do të thotë se është mjaft i dobishëm kundër problemeve kardiovaskulare. Problemet reumatike. Ky kombinim super i shëndetshëm ka veti të fuqishme antiinflamatore. Kjo do të thotë se nëse ju konsumoni këtë kombinim çdo ditë në stomakun bosh, kjo do t'ju ndihmojë në lehtësimin e dhimbjes. Pirja e një përzierje të limonit, vaj të ullirit dhe ujit, një orë përpara se të hahet mëngjesi mundet të ndihmojë në detoksifikimin e fshikëzës së tëmthit, mëlçisë dhe veshkave. Gjithashtu, sipas ekspertëve, lëngu i limonit me vaj ulliri bën të mundur detoksifikimin e trupit. Përzierja mes vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet konsumuar përpara ngrënies së mëngjesit në mënyrë që të funksionojë perfekt. Mbrojtje për zemrën. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore, të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Sipas ekspertëve, vaji i ullirit largon inflamacionin dhe e pajis trupin tuaj me vitamina. Kundër kolesterolit. Vaji i ullirit është një kurë e vërtet natyrale për të ulur edhe nivelet e larta të kolesterolit në gjak. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron pikërisht tek vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë lëng rregullisht me stomakun bosh, ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot njihet si lëngu i artë kundër konstipacionit. Vaji i ullirit ka një efekt laksativ, sidomos kur konsumohet me stomak bosh. Kjo kurë natyrale zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë. Kur organizmi mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe në ndim, vjen vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit gjithmonë ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe në funksionin e mëlçisë. Duke e konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, ju do të përmirësoni shëndetin e mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj ulliri rekomandohet për problemet me tretjen, aciditetin në stomak e të tjerë. Ky lëng ka efekt qetësues për problemet me stomakun, sidomos kur konsumohet esëll. Lëkura, flokët dhe thonjt. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është një kurë ideale për njerëzit të cilët kanë thonjtë të brisht, akne dhe çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng gjithashtu është i pasur edhe me antioksidant, të cilët luftojnë shenjat e moshës, rrudha dhe njollat në lëkurë. Vaji i ullirit dhe lëngu i limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbokthin në flokë dhe për të masazhuar përpara larjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.